Loredana ka filluar të shfaqë një pëlqim të pazakon për Gjestin, diçka që nuk e ka pranuar më parë as me veten e saj. Teksa është ulur në dhomën e ndenjes me Danjën, ajo duket e përhumbur në mendime, duke luajtur me një jastëk në duar. Danja, e cila e njeh mirë Loredanën, e vëren menjëherë që diçka nuk shkon dhe i drejtohet. Çfarë ke? Që kur të shoh të menduar kështu, di që diçka po ndodh. Fol, çfarë të shqetëson? Loredana nguron për një moment, por më pas, pasi hedh një vështrim përreth për të siguruar se askush tjetër nuk po i dëgjon, më në fund flet. Nuk e di çfarë më ka ndodhur, por kam filluar të mendoj ndryshe për Gjestin. Është sikur nuk më duket më aq i padurueshëm. Po më pëlqen, por nuk jam e sigurt nëse është vërtet apo thjesht po mashtroj veten. Danja, e habitur nga kjo rrëfim, ngre vetullat dhe e shikon me dyshim. Ti po bën shaka, apo jo? Po flet për të njëjtin gjesti që e ke ofenduar 10 herë dhe që thua gjithmonë se është njeriu më i padurueshëm këtu? Loredana tund kokën dhe psheretin. E di, është absurde. Po sa më shumë kalon koha, aq më shumë e vërej që ai ka një anë tjetër. Nuk e di nëse është thjesht lojë apo nëse ka diçka të sinqertë te ai, por e di që kur më ngacmon apo më provokon, nuk më mërzit më si më parë. Madje, më duket edhe argëtuese. Danja, e cila nuk e ka pritur një kthes të tillë, shtrëngon buzët dhe mundohet të analizojë situatën. Shiko, unë e njoh Gjestin dhe e di që ai është një lojtar i madh. Ai di si të manipulojë situatat dhe si të bëjë të mendosh se ndoshta ka ndjenja për ty, kur në fakt ai thjesht po luan. Ki kujdes, mos u lëndo. Loredana, e cila ende nuk është plotësisht e bindur për ndjenjat e saj, përplas jastëkun mbi prehër dhe thot, e di, dhe kjo është arsyeja pse nuk dua të nxitohem. Ndoshta është thjesht një ndjenjë kalimtare, ndoshta është thjesht fakti që kalojmë shumë kohë bashkë këtu brenda. Por sido që të jetë, nuk mund ta mohoj që diçka ka ndryshuar. Danja e shikon me kujdes dhe i buzëqesh, atëherë duhet ta kuptosh vetë. Por të paktën dije që unë jam këtu, nëse ke nevojë të flasësh për këtë. Loredana pshertin sërish dhe tund kokën, ende e pasigurt për atë që ndjen. Për momentin, ajo e di vetëm një gjë, Gjesti nuk është më thjesht një banor i zakonshëm për të.